Në Kosovës dhe gjithë shka që lidhet me këtë situatë bashkë me mua në studio është Vullnet Bugashku nga Instituti Demokratik i Kosovës. Mirë se erdhën kompas. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Po filloj me këtë storyn e fundit që e transmetuam. Ftesa e presidentes ka përgjigje ose atmosferë që të marrin pjesë në takim, por nxiti përplasje në distancë një deklarat e zonjës Grvalla që tha se duhet parë përmbajtja e ftesës. Pse duhet të ketë këso komente në këtë situatë? Nuk i kuptoj as vetë pse janë këto lloj komente, megjithatë unë besoj që është koha që presidentja të aktivizohet dhe që ta luajë rolin e saj kushtetues, pra të bazuar në kompetencat e saj kushtetuese që i ka, që të paktën t'i ftoj në konsulta gjitha subjektet politike parlamentare në atë mënyrë që të shikohet një mundësi se si të kalohet këngërç i bllokatës që është duke u zhvilluar me mos zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, dhe besoj që presidentja ndoshta javën tjetër apo javën në VM është mirë që t'i ftoj krerët e partive parlamentare dhe bashkarisht të ulen dhe të diskutojnë mundësitë e kalimit tutje të kësaj çështje, sepse Kosova nuk e ka luksin si shtet, si një demokraci e re parlamentare nuk e ka luksin që të krijojë kësaj lloj bllokada dhe ngërçe politike të panevojshme për mendimin tim, sepse një seancë e Kuvendit që të parashihej të ishte madje edhe solemne, kuptimin e zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve dhe të konstituimit të Kuvendit të mbetej pothuajse për së paku 13 herë pa zgjedhur pozitën e kryetarit të Kuvendit, me arsyetime krejtësisht panevojshme për mendimin tim. Mirë po si do qoftë, janë disa mundësi dhe janë disa rrugë që unë besoj që duhet të shfrytzuar në atë mënyrë që të arrihet drejt një konsenzusi dhe një marrëveshje të paktën politike për kalimin e kësaj situate. Nëse nuk ka zgjidhje politike, unë mendoj që zgjidhja vjen pastaj juridike dhe zgjidhja juridike do të vjen me dërgimin e një çështje ose një lëndë në gjykatë kushtetuese. Para se të shkojmë te lënda kushtetuese, duhet të pyes a do të ishte më i efektshëm takimi i thirrur prej presidentës Osmani në nivel të krejt liderëve ku marrin pjesë bashk, apo takim veç e veç me secilin, dhe a besoni që do të pranojnë liderët që takohen së bashku në një ftesë që e bën presidentja? Nëse veç do të vijë një ftesë e tillë nga ana e presidentës e duke se ka me pasur, unë besoj që është mirë që asaj ftese t'u përgjigjen të gjitha partitë politike pa hezitim dhe pa ndonjë arsye të themi ashtu qoftë edhe teknike, qoftë edhe duke kërkuar sqarime çfarë lloj përmbajtje, s'ka çka me pas aty të përmbajtje tjetër pas që të ulen dhe të diskutojnë për mënyrën se si të zhbllokohet situata e konstituimit të Kuvendit të Kosovës dhe duhet pritur dhe duhet parë nëse kanë gatishmëri politike qoftë të partia fituese e zgjedhjeve, por edhe gjitha partitë parlamentare në Kuvendin e Kosovës që të marrin pjesë në këtë takim, është mirë dhe është e udhësës që t'i përgjigjen në ftesës së presidentes. Presidentja është një lloj institucioni neutral karshit pushteteve ekzekutiv dhe legislativ dhe me kushtetutë është garantuese e funksionimit demokratik të institucioneve dhe e njëjta besoj që ka ardhur koha që ta luajë rolin e saj dhe që t'i ftoj spakun në konsulta që të arrijë një zgjidhje politike si kalohet me tutje. Çfarë është praktikisht roli i presidentes në këtë rast? A ka diçka në dorë që dilet prej kësaj situate përveç këshillave ose propozimeve potenciale që mund t'i bëj? Thjesht juridikisht unë mendoj që ajo nuk ka ndonjë kompetencë që të ndërhyjë në formimin e institucioneve në Kosovë, në kuptimin e asaj që të vendosë nëse i takon apo jo më tutje e drejta e propozimit grupit më të madh parlamentar që të propozoj edhe më tutje kandidat për kryetar të Kuvendit, apo që e njëjta të vlerësoj ndonjë situatë hipotetike që është konsumuar e drejta e grupit më të madh parlamentar dhe tani më duhet të ftohet grupi i dytë apo i tretë që të caktojë një kandidat për kryetar të Kuvendit. Presidentës nuk i takon kjo mundësi dhe kjo e drejtë. Asaj si garantuese e funksionimit demokratik të institucioneve i takon e drejta që partitë politike t'i ftojë dhe të diskutojnë, të themi ashtu, një lloj konsenzusi, një lloj marrëveshje se si të dilen nga kjo situatë në atë mënyrë që të ngjenden një kompromis i përbashkët dhe të zhbllokohet paktën situata e zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit. Pastaj për çështjen e themelimit të qeverisë, afatet janë të qarta dhe procedurat janë të qarta dhe aty shkohet pastaj sipas radhës edhe sipas procedurës që i kemi në Kushtetutën e Kosovës. Janë të paktën 3 ide që janë në tavolinë prej partive të ndryshme, po asnjëra s'ka gëzu mbështetje. A mund të ofrojë diçka tjetër presidentja përveç idesë së vetvendosjes që
duhet ketë unanimitet në votim të kryesisë të kuvendit, e pastaj të rrjedh afati për krijim qeverisë, e dyta është Partia Demokratike, që thotë që vetëvendosja duhet të sigurojë votat për kryetarët e kuvendit, pastaj nëse s'mund ta bëjë qeverinë, jemi ne duke pritë që ta bëjmë atë, apo ideja e tretë për një qeveri të unitetit dhe në tranzicion, siç po thotë LDK-ja. Janë 3 propozime të ndryshme pak a shumë, por unë mendoj që krejt këto kanë ardhur si pasojë e pamundësisë së krijimit të numrave në Parlamentin e Kosovës dhe pamundësisë së krijimit të një shumice parlamentare. Çështja e zgjedhjes në mënyrë uniforme edhe të kryetarit dhe të nënkryetarëve të kuvendit është e pamundur të bëhet për shkak se proceduralisht nuk mund të bëhet. Për faktin se edhe kushtetuta edhe rregulloria e punës kuvendit e përcakton qartë që zgjedhja e kryetarit është një akt i veçantë, është një procedurë e veçantë, kaq zgjedhjes e nënkryetarëve. Pastaj zgjedhja e nënkryetarëve bëhet në blok. Pra, 3 nënkryetarët e parë, i Lëvizjes së Vendosjes, i Partisë Demokratike dhe i Lidhjes Demokratike votojnë me një procedurë. Pra, të 3 partitë parlamentare e propozojnë secila nga një antar ose nënkryetar të kuvendit dhe kështu me 61 vota zgjedhen të 3 antarët e kuvendit dhe pastaj zgjedhen edhe 2 antarët e partive jo shumicë që i kemi në kuvendin e Republikës së Kosovës. Qeveria tjetër, ky propozimi tjetër që ka të bëjë me qeverinë një qeveri kalimtare apo tranzicionit apo gjithë përfshirëse, nuk e di a do të mund të arrihet, por nuk po shoh që ka gatishmëri edhe për këtë propozim, spaku jo nga disa deklarime që bëhen sot nga krerët e Partisë Demokratike dhe të Aleancës, ata më shumë preferojnë që të kenë një bashkëqeverisje ose një qeverisje të opozitës karshi Lëvizjes së Vendosjes, po procesi i zgjedhjes së qeverisë është proces i ndarë krejtësisht nga zgjedhja e kuvendit. Dhe për këtë arsye nuk do të hyjmë ndonjëherë të shohim se si do të bëjmë zgjidhje për qeverinë pa e kryer një procesin e konstituimit të kuvendit. Dhe unë mendoj që duhet me zgjedh një kryetar të kuvendit spari, pastaj në kryetarët me konstitutë të kuvendin dhe pastaj me kalun në procedurën e zgjedhjes së qeverisë. Po, që nga 15 prilli 13 seanca gjithsej dhe ende deputetët janë duke gjetë elemente për t'i interpretuar veprimet e kundërshtarëve politik. Edhe dje përplasje politike virtuale me Sekuran Muratit edhe Hikmet e Bajramit, po me rëndësi është që edhe kryesuesi i seancës, zotëri Dehari, është duke përmend në vazhdimsi një akt vendim të gjykatës kushtetuese, që thotë që deputetët duhet të votojnë patjetër për kundër apo të abstenojnë. Në anën tjetër, partitë që nuk po marrin pjesë në proces votimi, po thonë që kushtetuta ja lejon deputetit që tjetë në vullnetin e lirë të tij dhe jo t'i nënshtrohet ndonjë rregulli caktuar brenda sallës plenare. Shikoni, çështja e mandatit të deputetit është tashmë e sqaruar në Kosovë. Edhe kushtetuta edhe gjykimet e ndryshme të gjykatës kushtetuese. Atëherë pse po interpretohet forma të ndryshme, nëse po interpretohet politikisht, po interpretohet sipas asaj se çysh e përshtatet politikisht. Unë mendoj sidomos partisë parë fituese dhe eksponentëve të partisë parë fituese, nuk mund ta detyrosh deputetin as me forcë, as me dhunë, as në asnjë formë tjetër që të marrë pjesë në një procedurë të votimi, as më tepër në një procedurë votimi që unë e quaj të palishme. Pra, të kërkosh deputetëve që të marrin pjesë, të themelojnë një komision për realizimin e një procedure të fshehtë të votimit në seancën e konstituimit të kuvendit, është arbitraritet, është veprim arbitrar. Dhe mendoj që kanë të drejtë ata persona dhe ata deputet të cilët nuk marrin pjesë fare në votim. Vendim arbitrar. Absolutisht. Propozimi i kryesuesit të seancës që të zhvillohet një procedurë e fshehtë e votimit në këtë fazë është veprim arbitrar. Dhe unë kam thënë edhe më herët që kjo është edhe shkelje rregulluese e kuvendit, por është edhe shkelje e Kushtetutës së Kosovës. Për faktin që ai kryesues, kompetencat e tij janë të limituara krejtësisht vetëm sa i përket zbatimit të rendit të ditës që e ka para vetes në implementimin e seancës. Do të ishte arbitrar nëse nuk do të shfrytëzoj mundësia të votojë me dorë të ngritur lart? Jo, nga fillimi të propozohet që nga fillimi të votohet me votë fshehtë. Nëse ish propozuar në seancën e ish kryesisë, kur është caktuar kryesia e vjetër e kuvendit për caktimin e rendit të ditës për seancën konstitutive të kuvendit, aty do duhet që gjitha ose të paktën gjithë përfaqësuesit e grupeve parlamentare të dakordohen që zgjedhjen e kryetarit të kuvendit paktën e bëjmë me procedurë të fshehtë. Ajo nuk kishte pas asnjë problem. Kjo duhet të ndodhte në mbledhjen që Glau Konjufca. Absolutisht, në mbledhjen që Glau Konjufca, ish kryetari i kuvendit, e ka organizuar me ish anëtarët e kryesisë së vjetër të kuvendit, ku aty është paracaktuar rendi i ditës. Rendi i ditës ju e dini që i ka disa faza, nuk ka aty shumë procedurë. Është më tepër
kështu në kuptimin kohor as 15 minuta 20 nuk zgjata e seancës nëse implementohet siç duhet. Sepse s'ka debat, absolutisht, s'ka debat parlamentar, thjesht hym seancë, të formohet komisioni për verifikimin e mandateve, jepet petimi i deputetëve, shkojmë te propozimi i zgjedhjes së sekretarit, kryhet procedura e zgjedhjes së sekretarit, pastaj kalohet në zgjedhjen e kryetarëve dhe të përfundon spaku brenda 20 minutave komplet procedura e zgjedhjes së kuventit. Dhe Zotërit e Hari, është e çuditshme fakti qysh citohet një dispozitiv ose një dispozitë e gjykimit të gjykatës kushtetuese, kuptimin ku ajo flet për situatën kur deputetët kanë mundësi, thot, sipas kushtetutës, në procedura të ndryshme që të votojnë, qoftë në votim të hapur, qoftë në votim të fsheft, qoftë për apo kundër dhe në raste të caktuara dhe mund të abstenojnë nga drejta e votimit. Pra është e drejtë që gjykata e ka referuar si një falloj shembulli, si një falloj praktike ku janë të lëshum deputetës siç ata vlerësojnë se duhet veprojnë. Jo pse duhet me patjetër. Jo pse duhet me patjetër, absolutisht. Madje praktika parlamentare në Kosovë historikisht votimin e kryetarit dhe nënkryetarëve dhe komplet themelimin e seancës konstitutive e ka zhvilluar në procedurë të hapur. Asnjëherë nuk ka qenë Kosovë e parashikuar që procedura e zgjedhjes së sekretarit jetë me votim të fsheft. Është marrë parasysh edhe rastin në Gjermani, se i kam pa edhe disa diskutime që janë lidhur me çështjen e zgjedhjes së kancelarit atje në Gjermani. Mirë po, duhet të rikujtuar faktin që atje është rregulluar me rregulloret me ligjet përkatëse atje. Dhe është e parashikuar me dispozita të veçanta që procedura e zgjedhjes së kancelarit bëhet me votim të fsheft dhe madje në këtë seancë kur dështoi herën e parë ka pasur shumë debate edhe atje pse kjo procedurë të zhvillohet me votim të fsheft kur gjithë shtetasit dhe qytetarët e Republikës së Gjermanisë duan të dinë se kush po voton pra dhe kush kundër absolutisht. Nuk është nevoja në një seancë solemne siç është zgjedhja e kryetarit që të fillohet me procedurë të fsheft sepse nëse një subjekt politik qartazi i ka numrat dhe e ka një shumicë parlamentare, nuk ka pse ta mbyll procedurën e votimit të fsheft. Dhe pikërisht ky është shkas që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës sot i mblodhi në nënshkrimet që i nevojiten për ta dërguar një lëndë një çfarëdo rasti në gjykatën kushtetuese të hënën paralajmëroi Timi Kadria, shef e grupit parlamentar të AK-s. A është me të vërtetë brum për ta trajtuar kushtetuesja? Ku mendoj që po, edhe kjo situatë është një lëndë që mund të shqyrtohet nga ana e gjykatës kushtetuese për faktin se nuk është e parashikuar në kushtetutë dhe nuk është e parashikuar as në rregulloret kuvendit që seanca konstitutive zhvillohet në procedurë të fsheft. Dhe gjithashtu unë mendoj që jo vetëm kjo situatë e procedurës dhe e një falloj arbitrariteti që po e zhvillon kryesuesi i seancës, sepse unë mendoj që ai ka dalë jashtë rendit të disë dhe jashtë asaj se për shka është i ftuar atë. Çështja tjetër është edhe aspekti i mbylljes së seancave në mënyrë krejtësisht arbitrare, kuptimin e asaj që ai nuk po lejon që të jepet një propozim, nuk po lejon që të zhvillohet një votim kuvend, sa i përket një rezultati të votimit lidhur me një propozim që vije nga ana e grupit më të madh parlamentar, së paku në 7 seanca ka lejuar, mirë po në këto seancat e fundit, në 3 apo 4 seancat e fundit, ne nuk kemi të paktën nuk po lejohet as procedura e propozimit të kandidatit për kryetar kuvendit dhe as procedura e votimit. Në seancë konstitutive thuhet që s'lejohet debat, por ju po thoni që kur dështon komisioni duhet të jepë drejta lëvizjes vetëvendosjes ta thotë edhe një herë emrin e Haxhiut. Shikoni kur pastaj procedohet me votim të hapur. Unë parem jam se nuk duhet fare zhvillohet procedura me votim të fsheft. Po me çështën e kryesuesit njanshëm, përsëri unë po e theksoj që ai njanshëm të po vazhdon ta implementoj çështjen e procedurës së fsheft të votimit, momentin që s'ka numra dhe nuk ka quorum dhe nuk ka gatishmëri të deputetëve që ta implementojnë votimin në procedurë të mbyllur, atëherë ai duhet vazhdojë seancën me kërkesën normale ekzistuese që duhet i bëhet thirrje grupit më të madh parlamentar që ta propozojë një kandidat për kryetar kuvendi. Pastaj të hudhen në votim dhe varësisht nga rezultati i votimit, atëherë mund veprosh kremëtutje. Nëse ka votë që zgjedhë kryetari i kuvendit, atëherë vazhdohet me zgjedhjen e nënkryetarëve. Nëse nuk ka votë që merr të pozitivit, të kashia asaj që faktikisht të krijimit të shumicës për 61 votave, në këtë rast ai duhet ta mbyll seancën. Dhe kjo është shkaku ose arsyeja kryesore që ai mund ta mbyll seancën konstitutive të kuvendit dhe jo që të lejoj ose njanshëm, do thotë pa i respektuar fare rregullat e procedurës që ta mbyll seancën konstitutive, thjesht unë kanë njerë po e them sipas tekeve apo dëshirave apo edhe dirigjimeve që i merr nga ana e partisë së tij. A mund të vonoj
kushtetuesja që ta kthejnë një përgjigje për këtë situatë, duke qenë se ne jemi në një cikël prej 48 orëve, çdo 2 ditë po mbahet një mbledhje deputetëve, ka 5-6 minuta, i kemi mbledh me minuta, kolegu Arjan Hajdara i ka mbledh 1 minutë e 48-9 minuta janë me sot krejt puna efektive në kuvend. Po du ndalën pak të çështja e kërkesës që mund të shkoj në gjykatë kushtetuese, unë mendoj që nuk duhet të jetë vetëm kjo bazë e një shqyrtimi që mund ta bëjë gjykata kushtetuese, kurse që e dërgon një land atje, mendoj se duhet i bëjë edhe disa çështje ose edhe disa pyetje gjykatës. E para është se e drejta e propozimit për kryetar kuvendi në pamundësi të krijimit të një shumice parlamentare nga grupi parlamentar më i madh ose fitues i zgjedhjeve është e drejtë ekskluzive, absolute, e përhershme dhe e pakufeshme. Pyetja e dytë që i shkon mirë ose do duhej që të parashtroj është aspekti i propozimit të një kandidati të vetëm. Pra, gjykata është e vërtetë që s'mund vendos afate kohore, sepse afatet kohore s'janë as në ligj, as në rregullore, as në kushtetut. Mirë po, gjykata kushtetuese mund të vendosë një standard. Pra, një praktik, një standard që nëse një person ka dështuar më shumë se 3 herë që të zgjedhë kryetar i kuvendit, atëherë ose konsiderohet si procedurë e konsumuar, e shterur nga ana e grupit më të madh parlamentar, ose mund konsiderohet që ai kandidaturë ose ajo kandidaturë është e konsumuar dhe e shterur dhe kështu që rrjedhimisht duhet të jepet një emër tjetër që deputetët kenë mundësi që ta vlerësojnë dhe mbase edhe ta votojnë një kandidaturë tjetër për kryetar të kuvendit. Absolutisht. Përgjigje potenciale. Absolutisht një përgjigje potenciale ose e treta, një pyetje hipotetike që mund t'i bëj është se në situatën kur nuk ka gatishmëri politike në kuvend, që të votohet një kryetar i kuvendit i propozuar qoftë herën e parë, po herën e dytë apo herën e tretë nga radhët e grupit më të madh parlamentar, a mundet që kjo e drejtë i kalojë një grupi tjetër parlamentar në këtë rast? Pra është fjala për nëse dështon vazhdimisht e na kemi dikun në 13 seanca që këtë rast divizave vendosi grupi më i madh parlamentar është duke dështuar me kriju shumicë parlamentare dhe nuk po arrin me kriju edhe me zgjedh kryetarin e kuvendit, atëherë a ekziston mundësia që të vendosit ky lloj standardi që për shkak të dështimeve të një pasnjëshme t'i kalohet e drejta qoftë një grupi tjetër parlamentar, qoftë e drejta e deputetëve të tjerë që ta propozojnë një kryetar kuvendi. Sa mund t'i marrë kohë kjo kushtetuesës që ta kthejë një përgjigje? Nuk besoj që më shumë se 30 ditë. Nuk besoj për faktin se është një procedurë e trajtimit dhe shfrytëtimit të kërkesës nga ana e gjykatës kushtetuese. Megjithatë janë shumë në aspektin politik. Janë shumë, por ta trajtojnë në aspektin e kushtetutës. Shikoni, ne jemi që 3 muaj. Mos tingëlloj gjatë, po 1 muaj në të përkthyer në nivel politik. Paremisht nuk ka afat në kuptimin e asaj se kur i bën gjykata të vendos. Mirë po, duke pasur parasysh që ne kemi humbur ashtu edhe 3 muaj nga dita kur janë kryer zgjedhjet, unë besoj që për shkak të procedurave që i ndjek gjykata mundet edhe më shpejt të vijë një vendim nga ana e gjykatës kushtetuese. Nuk e përjashtoj as mundësinë që vendimi të vijë brenda 2 javëve, ajo çështje që pastaj vetë gjykata se si e trajton landën, por si procedurë, gjykata e pranon kërkesën, ju jep afate kohore spaku 1 javë palëve të interesin, në këtë rast, qoftë presidentës, qoftë partive parlamentare që t'japin opinionit dhe përgjigjet lidhur me situatën faktikisht dhe kërkesën e dërguar, po ashtu gjykata mund konsultojë edhe Komisionin e Venecias, dhe kjo është një lloj procedure që merr kohë. Po ashtu gjykata mund konsultojë edhe praktikën e shteteve të tjera parlamentare dhe gjykatave kushtetuese qoftë në Evropë, qoftë edhe në botë, në atë kuptimin që ta përgatisë çështjen e një vendimi dhe një trajtimi të kësaj kërkese. Në të kaluarën e di që ka pasur vendime spaku deri në 2 ose 3 javë, po edhe është një afat maksimal deri në 1 muaj, sepse besoj që ky është afat optimal që mund ta kemi një vendim të arsyetuar mirë dhe një vendim që do t'i bindë palët që ta respektonin dhe ta zbatonin. A pret marrëveshje politike deri atëherë? Nuk po pres për momentin jo, sepse nuk po shoh gatishmëri. Si duket gjitha këto kalkulimet e marrëveshjeve politike po bën për themelimin e qeverisë. Nuk është se po kanë fort kështu gatishmëri që të bën këtë marrëveshje për ta zgjidhur çështjen e kryetarit kuvendit. Kjo ka mbetur çështje që duhet ta vlerësoj vetëm grupi më i madh parlamentar dhe si duket edhe partitë e tjera parlamentare po presin që ata t'i sigurojnë 61 vota në atë mënyrë që të kalohet çështja e propozimit të kryetarit kuvendit. Mirë po, gjithçka mund të ndodhë, jemi në Kosovë dhe shpeshherë dhe në praktikat e kaluara kemi parë që janë arritur marrëveshje madje edhe brenda natës dhe jemi befasuar në kuptimin e përmendet disa herë sjelljen arbitrare, siç e thatë, të kryesuesit Dehari në këto mbledhje të deputetëve. A ka ndonjë rol bashk kryesuesja e seancës konstituive? A mund të reagojë, të
insistojnë në procedurë caktuar, në këtë rast deputetja Meri? Në gjykimin e vitit 2014 në rastin Vlan, gjykata ka shëruar që i takon vetëm kryesuesit që ta menaxhojë dhe administrojë seancën konstitutive, ndihmësja që është aty ose nënkryetaria ose përfaqësuesja tjetër që është më e re, deputetja më e re, thjesht aty rregulloria thotë që i ndihmon sa i përket implementimit të rendit të ditës. Megjithatë, unë kam pak sa vrejtje edhe për kryesinë. Ka nuk kupton kjo ndihma, ajo ka reaguar në Facebook duke thënë që janë bërë shkelje prej kryesuesit. Dhe kjo ndihma mund të jetë ndoshta edhe thjesht ajo në base edhe mund ta sugjeroj që ta respektoj rregullorin dhe rendin e ditës siç është e paracaktuar, por nuk mund të bëj diçka tjetër. Por thjesht nuk mund që ta zaventojë aty ose që t'ja marr rendin që ta kryesoj si e vetme seancën, sepse ne ndihemi që në vitin 2014 është shkarkuar një kryesues i seancës konstitutive dhe pastaj gjykata ka shëruar që ai shkarkim dhe procedura e ndërrimit të asaj kryesuesi zonës Flora Brovine ka qenë antikushtetuese, antiligjore, sepse sipas moshës i takon asaj e drejta e menaxhimit të seancës konstitutive dhe rrjedhëmisht aty me certifikat lindjes. Rrjedhëmisht aty je veç për shkak të moshës që i ki, jo për shkak të privilegjit që i ki ose që je zgjedh qoftë nga vota e popullit edhe qoftë nga vota e deputetëve. Prandaj edhe është krejtësisht një seancë formale, ceremoniale edhe solemne, sepse ajo është pozicion i përkohshëm që luan rolin e një lloj moderatori të seancës dhe ka aty vendin deri në momentin kur zgjedhet kryetari i kuvendit. Si zgjedhet kryetari i kuvendit, ai ja kalon vendin më një herë të kryetarit të kuvendit dhe nuk ka kurrë kompetencë tjetër, qoftë për ta interpretuar rregullorin, qoftë edhe për të vendosur një anshum për fatin e seancës. Duhet me sqaruar para publikut. Për fatin e seancës konstitutive vendosen vetëm deputetët, jo kryesuesi i seancës konstitutive. Jo ai më marr të themi bajrakin edhe me vepru një anshum si ti teket aty në kuptimin e zhvillimit të procedurave. Seanca konstitutive është e veçantë për faktin që e ka rendin e ditës. Dhe një kryesues i zakonshëm thjesht shkon sipas pikave të rendit të ditës, siç ka shkuar deri në një seancë të 6 apo të 7 kur ka qenë gjithçka sipas procedurave. Dhe bazuar në krejt këto që i tha dhe interpretuat, zgjidhja më e shpejtë e mundshme është potencialisht një takim tek presidentja edhe një marrëveshje që del prej aty, qoftë edhe iniciuar nga shefja shtetit, qoftë e dakorduar mes liderëve të partive politike. E para do të posë kujdes edhe shefja shtetit çfarë inicon në kuptimin e marrëveshjes, sepse e thash edhe në fillim që kompetencat e saj në këtë fazë janë të limituara krejtësisht. Pra ajo nuk mund të diktoj zgjidhjet politike në kuptimin që të intervenoj. Po, mund të këshilloj. Si formë e këshillës, po. Si formë e këshillës, madje edhe më tepër, të themi ashtu të konsulta me partinë fituese të zgjedhjeve, në kuptimin e asaj që të arrihet një lloj kompromisi që mbase edhe të shikohet mundësia e kalimit ose e ndërimit të emrit të kandidatit apo që të shikohet mundësia e një marrëveshje me partitë tjera. Konsulta në bazë të përplasjes që e pam sot, a mendoni që ekzistojnë dhe mund të kenë rezultat? Nuk besoj, po megjithatë këto janë, të themi ashtu, niveli i cili po diskuton dhe që po komentohet edhe që po të kanë kësi falloj shkëmbimet të letrave dhe komenteve, nuk është nivel i lartë kuptimin e asaj që vendos gjithashtu mbi fatin e këtyre diskutimeve, është presidentja. Në këtë rast, por në rastin tjetër mund të jetë kryeministri ose ish kryeministri Albin Kurti dhe mund të jenë edhe krerët e tjerë të partive politike që ata vendosin pastaj a dëshirojnë apo jo. Shkurt edhe një çështje djele DK-ja ju drejtu prokurorisë speciale për çështjen e ministrave, deputetëve, ministrave ndërheqje, kryeministrit ndërheqje. A beson që edhe kjo është brumë për të trajtuar për organeve? E kemi thënë edhe më herët, edhe si GDI kemi reaguar shpesh dhe kemi çuar komunikata në kuptimin e asaj që je kemi bërë të qartë gjithë atyre që mbajnë postet ekzekutive në këtë rast, ata antarë të qeverisë të cilët njëkohësisht edhe janë zgjedhur edhe deputet kuvend të Kosovës që duhet vendosin paraprakisht nëse dëshirojnë të mbajnë postin e antarit të qeverisë apo dëshirojnë të mbajnë postin e deputetit kuvendit. Sipas ligjeve në fuqi, ata do duhet të jepnin dorëheqje një ditë para certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Kjo nuk ka ndodhur, madje nuk ka ndodhur as në ditën kur është dhënë hetimi i deputetëve, anipse është kamufluar një lloj procedura aty se se ka dëshmuar dikush tjetër në emrin tënd që kanë ofruar dorëheqje, po juridikisht ne nuk kemi pa dorëheqje. Nuk kemi pa as në KQZ, të paktën nuk kemi pa as në publik, të përpos një letre që është shkruar nga ana e ish kryeministit Kurtit, ku ka theksuar faktin që ka dhënë kësaj dorëheqje nga posti
i kryeministrit, gjithë anëtarët e qeverisë dhe kryeministri, ish kryeministri faktikisht, do duhet që në ditën kur e kanë dhënë betimin si deputet, ata më të mos lajmëroheshin dhe të mos shkonin fare në zyret e tyre në qeveri, për shkak se kjo është konflikt i interesit. Nuk mundesh as kushtetuta, as ligji për qeverinë, po as regulativa tjetër që i kemi në fuqi nuk lejon që njëkohësisht një person çfarë mund bëj të mbaj, nuk lejohet që një person njëkohësisht të mbaj dy pozicione. Pra është një term, është një nën atje në kushtetutë që thotë për të papajtueshmërinë e ushtrimit të funksionit ku i ndalohet deputetit që tjetë ministër, i ndalohet edhe ministri që tjetë njëkohësisht. Çfarë mund bëj prokuroria në këtë? Kjo është vepër penale, konfliktit të interesit, mund të fillojë hetimet, mund t'i merr në intervistë, në deklarime, mund ngris akt akuzë ndaj tyre, nëse vëreje që janë duke abuzuar edhe me atë pozicion që janë duke mbajtur, kuptimin e asaj që do të pas kujdes për faktin se çfarëdo veprimi që ndërmarrin, qoftë me shkrim, qoftë llogarisht ose çfarëdo vendimi që marrin si kabinet qeveritar, ka pasojë penale pastaj, sepse aty shkaktohet një buxhet financiar, shkaktohet një dëm financiar, shkaktohet një veprim tjetër juridik dhe besoj që në jetën kohë të paraditën seancë kuvendit dhe mbas ditën në qeveri nuk ka sens logjik as juridik. Edhe një çështje shumë ligjore, shumë konkrete, është duke u përdorur terminologji ndryshme për kabinetin aktual qeveritar. Kryeministri Kurti është kryeministri Kurti, është kryeministri në detyrë, është kryeministri në ndërheqje, është ish kryeministri. Si duhet në aspektin më korrekt që ta Në aspektin më korrekt këta janë deputet. Në aspektin më korrekt, kështu nëse flasim juridikisht, nga momenti që kanë dhënë betimin në kuvend, këta janë vetëm si deputet. Asgjë tjetër. Qeveria si organ ose si institucion për momentin është qeveri në detyrë, për faktin se i ka kaluar mandati i rregullt, nuk është qeveri në dorëheqje në kuptimin e dhënies së dorëheqjes apo shkarkimin nga ana e kuvendit të Kosovës, por është qeveri në detyrë. Dhe zëra që po thuhet se nëse ne nuk jemi në zyrin, nuk ka qeveri ose ne nuk më ta lëmi pozicionin bosh për faktin se duhet dikush me i kryer atje këto obligimet, këto janë zëra të themi ashtu interpretimet gabueshme në kuptimin e asaj se rolin e tyre mund ta zëvendësojnë zëvendës kryeministri i parë, i cili nuk është i zgjedhur deputet, dhe zëvendës ministrat, të cilët nuk janë zgjedhur deputet. Dhe në këtë rast i bie që shteti nuk është pa qeveri, ekziston qeveria, por është qeveri në detyrë. Kurse kufizimet për këtë kohë dhe për këtë periudhë i ka ngjashëm sikurse që ka dhe qeveria në dorëheqje. Pra, nuk e lejohet me miratur ligje, nuk e lejohet me emëru asnjë pozicion të lartë shtetëror, sepse të kemi parë, ja me parë që janë emëruar drejtori doganave dhe disa agjencie, ka dhe konkurse që po zhvillohen tani në për disa agjenci të tjera, dhe në këtë rast këto janë gjitha veprime antiligjore, antikushtetuese dhe nëse jo shkelje administrative mbase nëpërmjet këtyre kallëzimeve penale, mund të vërtetohet edhe shkelja penale. Buqashkot, faleminderit shumë për trajtimin e këtyre temave. Ishte kënaqësi, faleminderit. Faleminderit. Megjithatë, në kuvend sot pati edhe tjera aktivitete. Shefja e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike Hykmete Bajrami mblodhi nënshkrime të deputetëve në kërkesën që do t'ja dorëzojë rregullatorit të energjisë e që lidhet me anulim të vendimeve të fundit që kanë të bëjnë edhe me çmimin e tarifave të energjisë, por edhe me tregun e